Motra ime ka 2 fëmijë, një vajzë dhe një djalë. Motra ime ka një shtëpi 3 katëshe dhe ka 2 dyqane. Vajza ka mbaruar shkollën e lartë, djali nuk deshi të mbaronte shkollën e lartë edhe pse motra ime e luti shumë. Djali thot se gjithë pasuria që kanë prindrit i takon atij. Meqense unë thot do të mbaj prindrit kur të plaken. Dhe meqense ai nuk e mbaroi universitetin, ndërsa motra me që ka mbaruar shkollën nuk i takon asgjë. Me fe si ndahet kjo pasuri hoxhi nderuar. Ky çuni nuk ka drejt, nuk ka të drejtë, po pasuria do të ndahet siç thot feja e Zotit. Feja e Zotit thot gjithë pasuria që lejnë prindrit ndahet në këtë rast i çun dhe i goc në 3 pjesë. 2 pjesë i merr çuni dhe 1 pjesë e merr goca. Dorsa ky çuni të ketë turp për veten e vet që flet në këtë gjuhë. Thot motra me që ka mbarë shkollën si takon asgjë, se unë do të maj prindrit. Çfarë duke boti që duke majt prindrit i do bën ai heroizëm, i do bën ai punë të madhe. Subhanallah. Do të thonë tamam ajo shpreha është prish bota, vallahi bilaj për Zotin, është prish bota. Është prish bota, vallahi bilaj për Zotin.